me shtetin e Kosovës, në ato protestat e dhënshme nga kestaturat i politike, Kurti sot, gjitha këto parti, do me thonë, po i mban, më vje keq me thonë, në shtetulla, politikisht, po i mban, si është mundur një figurë politike me gjithë atë historik të trazirave të inkoherencës e ti, të çdo gjoja që nuk lidhet me kohezionin politik. Ti manipuloj këta njerëz, si është mundun. Prandaj po them që kuvendi Kosovës është tempulli të gjithëve. Pavarësisht që Kurti si ka fitu votat, pavarësisht që Kurti nuk do dialog, se nuk është rapor që Kurti nuk do dialog. Nuk po e zbulon me ujë të nxehtë. Kurti nuk ka dashur dialog asnjëherë. Dialog ka dashur Kurti për sa kohë që ka projektuar vetëm interesin personal të tij. Absolutisht. Jemi 10 minuta të fundit, por më shumë Dhe si është mundun me 15 prill mos merren vesh ta konstojnë kuvendin dhe t'japin shans të rjedha fati kushtetues. 15 prill, sot jemi me 7 maj. Imagjino. Prandaj Kurti po i mban në qarkun, në harkun e tij, këthuj se krejt subjekte politike me mirë, më duhet ta them qëndron PDK-ja këto, e cila nga PDK-ja si Strakasolli është akuzuar si një parti që po flirton base me partinë e Kurtit, po krejt në fundu pa që Kurti goditi në mënyrë perfekte të rënd ish partnerin e tij dikur shumë Lumir Avdixhiku. Goditi në mënyrë direkte dhe nën traumat e përsëritjes së situatave të 14 shkurtit 2021, LDK-ja ndodhet aktualisht në një udhëkryq. Unë mendoj që brenda LDK-s ka debat. A do duhet të kishte shkuar Avdixhiku në takim të Kurti apo jo? Unë tash janë këtu 3 tema, të cilat e para kjo ftesa unë e quaj false të Partisë Demokratike të Kosovës me involvu presidentin, dhe është përpjekje me vazhdu zhveshjen e vetvetes nga përgjegjësia politike mu ballafaqu me situatën në cilën ndodhemi. Ne jemi përballë një realiteti. Çka mund bëj PDK-ja? Ne jemi përballë një realiteti ku të drejtën kushtetuese për nominim të krye parlamentarit, Kurti e ka shndruar në të drejtë në bllokim. Kështu që PDK-ja ka mekanizma të brendshëm politik veprues para se t'i kërkojnë ndihmë presidencës. Asnjë nuk e ka marrë në këtë drejtim. Asnjë veprim nuk e ka ndërmarrë për tentu me e kufizu këtë drejtë të pafundme. Kjo nuk kupton me që ka kushtetuese. Numrat i kanë. Po pse mos me ndërmarr? Pse, domethënë, kjo është përpjekje veç me vendos këtë situatë. S'do duhet vinim, tash kjo tjetër. Do duhet votoj kushdo. Po mirë, tash nuk u votu. Unë s'po jap rekomandim as ta votojnë, as të mos e votojnë. Mirë, po me që jemi në këtë situatë, ata nuk kanë vullnet. Se kanë prit nga zoti Kurti që ai e dëshiron dialogun. PDK me prit nga Kurti që Kurti e dëshiron dashamirësi dialogut. LDK me prit që Kurti dashamirësi dialogut. A kjo me prit, a kjo nuk ka prit fare. Kjo është me besu në utopi. Kështu që është me besu në situata utopike. Një autoritet që megjithatë edhe PDK-ja ka pas rezervat ndaja që është jo neutrale në aspektin konstitucional e politik, tash po i kërkon shpëtim politik për të me intervenu në kuvendin e Kosovës, që PDK-ja i ka mekanizmat edhe fuqit politike për të mos met peng i një force të jashtme për me adresu. Kështu që në këtë drejtim kjo është vazhdim, nuk është asgjë tjetër vetëm vazhdim për të masku para opinionit për pasivitetin e tyre politik dhe për ta vazhdu pritjen, ashtu se kjo a di çfarë problemi është. Subjektet politike, dëgjoj, subjektet politike. Është i zotit Kurti. Dëgjoj, është i zotit Kurti. Direkt. Dëgjoj, është i zotit Kurti. Çka duhet bëjmë tash na? Unë jam i brengosur se si pluralizmi politikar deri me përmasat kur. Çka duhet bëjmë tash? Deri djesh me opozitare, Kurtin e kanë pasur shkeqen më të madhe dhe nuk arritën të ndërtojnë platformë të përbashkët anti-Kurtit në qeverisje. Çka duhet bëjmë na? Është faji Kurtit? Vish pajtohemi që është faji Kurtit? Jo. S'po marrin veprime. Këtu është problemi. Është problemi që është po vazhdon e njëjta traditë. Edhe LDK-ja. Edhe LDK-ja. Edhe tjerë. Nuk me prit presidentin, po mund të marrin aksione të drejtë për drejta politike, në mënyrë që me dëshmu që po tentojnë t'i kundërvijnë strategjisë e Kurtit për ta mbajtur pezull demokracinë në Kosovë. Sepse Kurti po e interpreton që vullneti demokratik i qytetarëve të Kosovës po mbahet pezull për shkak të interferimit të Serbisë me partitë jo minoritare edhe partitë tjera. Po ja lidh bllokues të kuvendit. PDK, dhe lista serbe para mendo. Këto tash nuk kanë guxim sepse alo nuk kanë arritur me fitu besimin brenda vetes që duke u kundërvijë Kurtit mund të
ai mund të kufizohet, mund të kufizohet. Këtë filozofia e tyre, si në mandatin e kaluar, cila ka qenë filozofia e tyre në mandatin e kaluar? Pritje mos kë, po konfrontohet me bashkësinë ndërkombëtare